Të dashur shqiptar, filmat e mi kanë shpërthyer në TikTok. Dhe unë kur dëgjoja në lajmet në televizion që rrjetet përmendin diçka, unë nuk e dija që fjala rrjeti është zëvendësimi i fjalës TikTok. Unë kujtoja se ishte fjala për YouTube-in. Jo, TikToku është një shpërthim i vërtet. Dhe filmat e mi kanë shpërthyer atje, sidomos filmat e mi për arbreshët. Arbreshët janë dashuruar krejt papritur me filmat e mi, mbas filmit që bëra për fjalën pasqyra, që në origjinal në gjuhën arbreshe është spaqira. Dhe vjen nga specchio e italishtes, që do thot pasqyrë, dhe pasqyra madhe është specchiare në gjuhën italiane, spaqira në gjuhën arbreshe. Tani kjo është bërë në gjuhën shqipe pasiqyre. Çfarë ka ndodhur? Buzuku nuk është autori më i vjetër i gjuhës shqipe. Pra vepra e tij nuk është kaq e lashtë sa mendonim ne. E para. E dyta, ekzistojnë mbi 18 variante të gjuhës arbreshe. Ka më shumë dialekte arbreshe në Itali se sa dialekte shqipe në Shqipëri. Dhe tani, lajmi tjetër bombë. Kur them bombë e madhe, veta e parë numër 1 në gjuhën shqipe është u në gjuhën e gegëve, unë në gjuhën e toskëve. Kjo është forma e rastës kallëzore në gjuhën shqipe të dashur shqiptar. Është krijuar unë një lloj si tinë, që gjendet në gjuhën çame, në gjuhën e shqiptarëve nga Kalabria. Pra unë është rasa kallëzore dhe rasa emërore është u. Mirë po, në një variant të gjuhës së Kalabris është ju. Po ashtu, në një variant tjetër të shqiptarëve arbresh në Sicili është ju për unë. Tani kjo është shumë e rëndësishme, sepse unë, ky variant, është regjistruar në gjuhën hitite në vitet 1900 para erës sonë, me fjalë shkronja sumere të pjekura në balt, e përsëris 5000 vjet më parë. Po kjo është çmenduri. 4000-5000 vjet më parë janë shkruar gjuhët në Irak, dhe një nga këto gjuhë në Azinë e Vogël është gjuha hitite, shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Smekra në gjuhën hitite është mjekra në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar. Pra gjuha hitite është e shkruar e gjetur në balt, të pjekur. Dhe atje është unk. Tani në shqip është unë, apo jo, dhe këtu e kam përmendur në disa filma të tjerë ngjashmërinë e gjuhës hitite me atë shqipe. Ndërsa në gjuhën e Kalabris është ju dhe vjen nga io në italisht. Por ne themi që gjuha italiane është formuar nga shekulli 9 deri në shekullin e 13 të erës sonë, ndërkohë që gjuha hitite mban variantin e shqipes u, ju betohem, në pllaka të pjekura me balt. E pabesueshme. Ndërkohë që varianti i shqiptarëve në Kalabri është ju, edhe u, ndërsa varianti i gjuhës siciliane është iu, eu dhe ju. Janë 3 variante, 3 dialekte të Sicilisë. E pra shqipja ka këtë variantin e Sicilisë ju. Dhe tani më kujtua që Apjani thot që ilirët vinë nga Sicilia, po ashtu edhe galët edhe keltët. Ishin 3 vëllezër, bijët e Polifemit dhe të Galateas. Galatea është perëndesha e qumshtit dhe perëndesha e detit gjithashtu. Polifemi ishte një përbindësh me një sy. Nuk ka rëndësi kjo. Pra, rëndësi ka që, sipas Apjanit, keltishtja, shqipja, gjuha prygase e folën e pirë, prygja quhet e piri ose bregu në Shqip. Dhe gjuha e keltëve, gale, ishin 3 variante të një familje më vete, që ishte shumë e ngjashme me helenishten, por ai thotë që qendra e ilirëve ishte
Sicilia. E pabesueshme. Pra, ne kujtojmë që gjuha siciliane është formuar në shekullin e 9 dhe të 13. Gjuha hitite dhe gjuha shqipe tregojnë diçka komplet tjetër, që varianti ju i shqipes, i kalabris, nuk është krijuar në ndikimin e gjuhës siciliane, por është një nga 3 dialektet e Sicilisë, EU, iu dhe ju. Ija është bërë j në gjuhën siciliane dhe në gjuhën e shqiptarëve të Kalabrisë. Dhe është reduktuar akoma më shumë në u në shqip dhe kjo varianti me unk është bërë veta e parë numër 1 i gjuhës hitite, por që është regjistruar në vitet 1900 para erës sonë, e pa diskutueshme. Tani ky është një zbulim shumë i madh. Si e bërën këtë zbulim? Duke parë filmat e arbreshëve, duke regjistruar çdo fjalë arbreshe, me qindra filma në TikTok, po ashtu edhe në YouTube. Pra, unë nuk jam zbuluesi i vetëm i dialekteve arbreshe. Për dialektet arbreshe kanë shkruar vetë arbreshët, por ne nuk e dinim. Nuk e dinim sepse Eqerem Çabej ka bërë doktoraturën e tij mbi gjuhën arbreshe dhe ai nuk e dinte që ekzistonin dialektet arbreshe. Dhe fjalori i gjuhës shqipe nuk i përfshin dialektet arbreshe. Unë dialektet arbreshe i kam mësuar nga YouTube dhe TikToku, po për dialektet arbreshe ka shkruar Universiteti i Firenzes. Ju betohem, vetë italianët kanë zbuluar dialektet arbreshe. Ju lutem të dashur arbresh, bëhuni pjesë e akademisë sonë. Ju lutem më shkruani, më tregoni variantet arbreshe, sepse ne nuk i dim, nuk kemi një fjalor të dialekteve të arbrishtes. Pra, përfundimisht, fjala ju është primare, kjo është shkurtuar në u, në dialektin geg, është nazalizuar dhe kemi formën e rastës kallëzore unë, një lloj si tinë nga ti, dhe kjo është rasta kallëzore unë. Kjo është e ngrirë në gjuhën hitite përfundimisht, e regjistruar në pllaka prej balte, në Irak dhe në Turqinë e sotme. Atje është gjuha ilire e regjistruar në pllaka prej balte. Prandaj, njerëzit e Shkretëtirës nuk kanë banuar më përpara atje ku banojnë sot dhe po shkatërrojnë kulturën e palestinezëve. Njerëzit e Shkretëtirës, sipas dokumentave të tyre, kanë blerë tokën nga hititët. Përse është kjo kaq e tmerrshme? Sepse nuk është e vërtetë. Njerëzit e Shkretëtirës nuk kishin monedha, kishin vetëm dele dhe desh. Ishin njerëz të Shkretëtirës. Në fakt kishin gamilje, pastaj zëvendësuan me delet hitite. Dhe tani, ata thonë në dokumentat e tyre fetare që e blen tokën nga hititët. Kështu do thonë pas sarsit e dhëndrit të presidentit amerikan, që e blen Sazanin. Në fakt, po ndërtojnë hotele të mrekullueshme jo me paratë e tyre, por me paratë që janë rishfet nga arabët për presidentin amerikan. Pra me para arabe, ata po ndërtojnë hotele në Shqipëri, po e marrin tokën falas nga kryeministri shqiptar, dhe këtë nuk duhet ta lejojnë arbreshët. Ne duhet të ngrihemi në një revolucion. Një revolucion të rëndësishëm për ta mbrojtur Shqipërinë, sepse Shqipëria po shitet, po jepet falas që klasa politike të vazhdojë t'ia pi gjakun shqiptarëve. Ju lutem të dashura shqiptaresh, na shpëtoni nga këto shushunja slave greke. Ju lutem të dashur shqiptar, na shpëtoni nga njerëzit e Shkretëtirës, se po erdhen ata do pinë dhe ujin dhe çdo gjë. Do na pinë dhe gjakun neve. Ju lutem na shpëtoni. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.